Debutuesi në ligën e dytë, klubi i futbollit Kamjani pas barazimit historik kundër Pelisterit në Manastir në kuadër të xhiros së parë sezonale, nesër debuton edhe para publikut vendas, ku do të përballet me ekipin e Osogovës. Pikërisht për këtë ndeshje, drejtuesit e klubit dhe stafi teknik organizohen në nivelin më të lartë të mundshëm në të gjitha aspektet. Pika e fituar në Manastir ka vlerën e madhe, por vetëm nëse kundër Osogovës skuadra arrin të arkëtojë 3 pikët. Trajneri Burhan Emurllaj për televizionin Koha tha se kanë analizuar kundërshtarin dhe shpreson që futbollistët të zbatojnë detyrat. Ekipi është i përgatitur, kjo pika në Manastir na dha një vetbesim, mirë po pas një analize të shkurt dje e mbyllën Pelisterin, tani gjithë fokusi jonë është e Osogova, domethënë ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Është fillimi i kampionatit akoma, edhe 3 pikë në këtë ndeshje janë shumë të rëndësishme për ne. Nëse marrim 3 pikë dhe të jemi në rrugë të mirë, kemi kaluar një ndeshje me një kundërshtar të fortë me Pelisterin, domethënë çdo gjë të shtunën përpos 3 pikit nuk na intereson. Domethënë nëse çalojnë atë në këtë ndeshje, atëherë ajo pika me Pelisterin nuk vlen përderisa nuk marrim 3 pikët me Osogovën. Kështu që jemi të përgatitur psikikisht, do të jemi me këmbë tokë. Kalojnë një ndeshje e mirë, tani do të fokusohemi te ndeshja e radhës. E kemi ndeshjen e parë në shtëpi, mendoj se do të ketë edhe tifoz, nuk duhet të zhgënjim, duhet të japim maksimumin. Trajneri Emurllaj ka edhe një porosi për tifozët e klubit, që të jenë në numër sa më të madh që të përkrahin ashtu siç meriton klubi. Patjetër që duhet na përkrahin, duhet të përkrahin këtë ekip dhe këto djem, që të dielën në mbrëmje na nxorën të gjithë faqebartë, luftuan deri në atomin e fundit, mos dalim të mposhtur atje. Tani ngelen të shtunën këtu që me përkrahjet të publikut ti marrim 3 pikët se janë shumë pikë të rëndësishme. Fillimi i kampionatit dhe çdo pikë është e rëndësishme për ne. Në javën e dytë të kampionatit nesër me fillim në ora 16:30 takohen Kamjani Osogova, Novaci Bellasica, Detonit Plaçkovica Ohri, Kozhufi Shkupi, Euromilk Makedonia Gjorgje Petrov, Pelisteri AP Brera, ndërsa ndeshja Teteksi Rabotniçki luhet më 24 gusht me fillim në ora 16:30.